Të dashur të rinj, mirë se erdhët sërish në emisionin ton. Sot do të flasim për një temë që na prek të gjithëve: teknologjia, familja dhe kisha. Të gjeta ty, o Zoti im, një braktisur i aruar, si një varg të padrejtim, një braktisur i aruar, si një varg të padrejtim. Jetojmë në një kohë ku telefoni është pothuajse zgjatimi i dorës sonë, kur rrjetet sociale janë bërë vendtakimi ynë i përditshëm dhe ku informacioni vjen më shpejt se kurrë. Por mes gjithë kësaj shpejtësie, lind një pyetje e rëndësishme: apo na afron teknologjia me njëri tjetrin dhe me Perëndin, apo po na largon? Teknologjia është një dhuratë e kohës sonë. Ajo na lejon të dëgjojmë mesh online, të lexojmë shkrimin e shenjtë në aplikacione, të ndjekim predikime dhe mësime shpirtërore nga vende të ndryshme të botës. Gjatë periudhave të vështira, si pandemia e COVID-19, shumë kisha ortodokse në botë, përfshirë edhe ato në Greqi apo Shqipëri, përdorën transmetimet online për të mbajtur gjallë lidhjen me besimtarët. Pra, teknologjia mund të bëhet një mjet misioni, një urë komunikimi dhe një ndihmë për të përhapur fjalën e Zotit. Por, nga ana tjetër, statistikat tregojnë se të rinjt kalojnë mesatarisht disa orë në ditë në rrjetet sociale. Studime ndërkombëtare flasin për rritje të ankthit, depresionit dhe ndjenjës së vetmisë tek të rinjt që kalojnë shumë kohë online. Kur telefoni zë vendin e bisedës në familje, kur darka kalohet me sy në ekran dhe jo në sytë e prindërve, atëherë teknologjia fillon të krijojë distancë. Familja është kisha e vogël, vendi ku mësojmë dashurinë, faljen dhe sakrificën. Nëse teknologjia na largon nga tryeza familjare dhe nga lutja e përbashkët, atëherë ajo na dëmton. Ola, doja të shtoja që edhe jeta shpirtërore mund të ndikohet. Shenjtorët na mësojnë për përqendrimin, heshtjen dhe lutjen e brendshme. Shumë pajisje thoshte se njeriu modern ka shumë zhurmë rreth vetes dhe brenda vetes. Dhe ka të vështirë të dëgjojë zërin e Zotit. Sot, kjo zhurmë shpesh vjen nga njoftimet, videot pafund dhe krahasimet e vazhdueshme në rrjetet sociale. Ndërsa shumë profiri këshillonte të rinjt që të mos humbin zemrën me imazhe dhe ndikime që ndikojnë shpirtin, por ta mbushin me Krishtin. Kjo nuk do të thotë se duhet të heqim dorë nga teknologjia, përkundrazi, duhet ta mësojmë ta menaxhojmë. Si të rinj të krishterë ortodoks, jemi thirrur të jemi të lirë, jo të varur. Mund të vendosim kufi, kohë të caktuar pa telefon, veçanërisht gjatë lutjes, gjatë meshës dhe gjatë kohës me familjen. Mund të pyesim veten: ajo që po shoh, po lexoj apo shpërndaj, a më afron me Krishtin apo më largon? A më ndihmon të rritem si njeri apo më mbush me zili, krenari dhe krahasime? Në fakt, Jay, unë do doja t'i referohesha një shembull i frymëzues, siç ishte edhe jeta e shënektarit të Agjenës, i cili përballoi padrejtësi dhe shpifje, por zgjodhi heshtjen, lutjen dhe përulësim. Sot, në epokën e komenteve dhe reagimeve të menjëhershme, sa herë ne përgjigjemi me zemërim online, sa herë përfshihemi në debate që nuk ndërtojnë, por shkatërrojnë. Shenjtëria na mëson vetëpërmbajtje, diçka shumë e nevojshme në botën digjitale. Teknologjia bën mirë kur përdoret për dije, komunikim të shëndetshëm, organizim, kreativitet dhe përhapje të së mirës. Ajo bën keq kur kthehet në varësi, kur zëvendëson marrëdhëniet reale, kur na ekspozon ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme dhe kur na largon nga jeta e kishës. Kisha nuk është kundër teknologjisë. Ajo është kundër çdo gjëje që robëron njeriu dhe e largon nga dashuria e Perëndisë. Prandaj, të dashur të rinj, thirrja për ne është balanca. Le ta përdorim teknologjinë si mjet, jo si Zot. Le ta vendosim Krishtin në qendër dhe jo ekranin. Le ta forcojmë familjen me biseda të sinqerta, me lutje të përbashkëta dhe me kohë cilësore, pa ndërprerje digjitale. Le ta bëjmë telefonin një mjet për të dëgjuar një himn, për të lexuar një pasazh nga Ungjilli, për të dërguar një mesazh inkurajues, jo një pengesë për jetën tonë shpirtërore. Në fund, pyetja nuk është nëse teknologjia është e mirë apo e keqe. Pyetja është:
Kush e drejton jetën tonë? Nëse Krishti është në qendër, atëherë edhe teknologjia do të gjejë vendin e saj të duhur. Sepse ne nuk jemi thirrur të jemi sklevër të ekranit, por dhe bija të dritës. Të dashur të rinj, kur flasim për teknologjinë, familjen dhe kishën, nuk mund të mos mendojmë se si ka ndryshuar mënyra e komunikimit ndër shekuj. Në kohën e apostull Pavlit, letrat që ai dërgonte kishave udhëtonin me javë e muaj. Ai shkruante me dashuri, me thellësi, me lotë e lutje. Sot një mesazh shkon në sekonda, por shpesh pa mendim, pa ndjenjë, pa përgjegjësi. Shpejtësia jonë është rritur, por a është rritur edhe thellësia jonë? Kjo është një pyetje që duhet ja bëjmë vetes. Një nga plagët më të mëdhaja të kohës sonë është identiteti i ndërtuar mbi rrjetet sociale. Sa like mora, sa followers kam, sa njerëz pan foton time, por vlera jonë nuk matet me klikime. Vlera jonë matet me faktin që jemi krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Kur e ndërtojmë identitetin mbi miratimin virtual, bëhemi të brisht. Sot je lavdëruar, nesër je i harruar. Sot je trend, nesër je i zvendësuar. Por në Krishtin, identiteti ynë është i qëndrueshëm dhe i përjetshëm. Duhet të flasim edhe për varësinë. Nuk ka më zinxhir hekuri si në kohët e lashta, por ka zinxhir virtual. Ka njerëz që zgjohen natën për të kontrolluar njoftimet. Ka të rinj që ndihen të shqetësuar nëse telefoni i tyre nuk është pranë tyre. Kjo është një formë sllavërie moderne. Liria e vërtet nuk është të bësh çfarë të duash, por të jesh zoti i vetes. Nëse një ekran kontrollon humorin, gjumin dhe paqen tonë, atëherë diçka nuk është në rregull. Gjithashtu, edhe gjatë jetës kishtare teknologjia ndikon. Sa herë ndodh që gjatë liturgjisë mendja shkon tek njoftimet, sa herë telefoni bëhet shpërqendrim edhe në vendin më të shenjtë. Ndoshta një hap praktik për ne është shumë i thjeshtë. 5 minuta për Zotin para se të prekësh telefonin në mëngjes. Shenja e kryqit para ekranit. Një lutje para se të hapësh rrjetet sociale. Këto gjëra të vogla krijojnë disiplinë të madhe. Historia e Shënmarisë së Egjiptit na mëson diçka shumë të fortë. Ajo jetoi e zhytur në mëkat dhe në një jetë të çrregullt. Por momenti kur takoi Krishtin, ndryshoi gjithçka. Edhe sot, pavarësisht sa të zhytur jemi në botën digjitale, ndryshimi është i mundur. Askush nuk është shumë larg për të kthyer. Po ashtu, jeta e Shën Lukait tek Rimes, i cili jetoi në kohë persekutimi, na tregon se edhe në kushte të vështira mund të ruhet besimi, përqendrimi dhe forca e brendshme. Nëse ata ruajtën besimin mes dhunës dhe ndalimeve, ne mund ta ruajmë mes tundimeve digjitale. Statistikat tregojnë se shumë të rinj kalojnë 4 deri në 7 orë në ditë para ekranit. Përdorimi i tepërt ndikon në gjumë, përqendrim dhe shëndet mendor. Rritet ndjenja e krahasimit, e pamjaftueshmërisë e vetmisë. Paradoksi është ky. Jemi më të lidhur se kur virtualisht, por shpesh më të vetmuar se kur realisht. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Çfarë mund të bëjmë ne si të rinj? Mund të vendosim kufi konkret. Një ditë në javë pa rrjete sociale. Një orë në ditë pa ekran për familjen. Telefonin jashtë dhomës gjatë natës. Mund të zgjedhim përmbajtjen që ndërton, jo që shkatron. Mund të përdorim teknologjinë për të dëgjuar një himn, për të lexuar ungjillin, për të ndjekur një ligjëratë shpirtërore. Teknologjia mund të bëhet një mjet shenjtërimi, nëse e vendosim në vendin e duhur. Familja është vendi ku mësojmë dashurinë reale, jo atë të filtruar. Kisha është vendi ku mësojmë heshtjen, jo zhurmën. Teknologjia është mjet, jo qëllim. Nëse këto 3 gjëra i vendosim në rendin e duhur, Zoti i pari, familja si bekim, teknologjia si shërbëtor, atëherë jeta jonë bëhet e balancuar. Në fund, pyetja për secilin prej nesh është shumë personale. Kush e drejton jetën time? Krishtja apo algoritmi? Nëse zgjedhim Krishtin,
atëherë çdo gjë tjetër, edhe teknologjia, do të marrë vendin e saj të duhur. Të dashur të rinj, një nga gjërat që po humbet më shumë në kohën tonë është heshtja. Tradita e kishës ortodokse i jep heshtjes një vend shumë të lartë. Shenjtorët tërhiqeshin në vetmi, jo sepse urrenin botën, por sepse donin të dëgjonin Zotin. Në heshtje njeriu përballet me veten, me mendimet e tij, me ndërgjegjen e tij. Por sot, sa kohë kalojmë realisht në heshtje? Edhe kur jemi vetëm, kemi kufja në vesh, video në sfond, njoftime që bien pa pushim. Mendja jon është gjithmonë e zënë. Shën Paisi fliste për nevojën e qetësisë së brendshme, sepse vetëm në qetësi zemra fillon të lutet. Nëse jemi vazhdimisht të bombarduar nga informacioni, mendja bëhet e shpërndar dhe zemra ftohet. Heshtja nuk është boshllok, është hapësirë për Zotin. Ndoshta një hap shumë praktik për ne është të vendosim 10 minuta heshtje në ditë, pa telefon, pa muzikë, vetëm një lutje e thjeshtë. O Zot, ndriçoje zemrën time. Këto minuta mund të ndryshojnë gjithë ritmin e ditës. Heshtja na ndihmon edhe të kuptojmë veten. Shpesh ikim nga heshtja sepse kemi frikë nga mendimet tona. Por pikërisht aty fillon shërimi. Nëse nuk mësojmë të qëndrojmë në qetësi, bëhemi të varur nga zhurma. Dhe zhurma më e madhe sot është ajo digjitale. Pjesa e dytë, shumë e rëndësishme, është përgjegjësia morale online. Si të krishterë, ne nuk jemi të krishterë vetëm brenda mureve të kishës. Ne jemi dëshmitar të Krishtit edhe në internet. Çdo postim, çdo koment, çdo reagim flet për atë që jemi. Sa herë ndodh që njerëzit ofendojnë, gjykojnë, përhapin thashëtheme apo urrejtje pas një ekrani. Teknologjia i jep një ndjesi anonimiteti, por ndërgjegja jonë nuk është anonime para Zotit. Fjalët online kanë peshë shpirtërore, njësoj si fjalët e thëna ballë për ballë. Apostulli Pavli shkruante: çdo gjë le të bëhet për ndërtim. Kjo vlen edhe për botën digjitale. A ndërton komenti im, a sjell paqe, a sjell shpresë, apo vetëm shton përçarje? Si të rinj ortodoks, ne mund të bëjmë ndryshimin. Mund të zgjedhim të mos përfshihemi në debate që nxisin zemërimin. Mund të mos shpërndajmë lajme pa i verifikuar. Mund të mos tallim askënd për pamjen, gabimet apo dobësitë e tij. Mund të përdorim platformat për të ndarë diçka të bukur, një mendim frymëzues, një citim nga Ungjilli, një mesazh inkurajimi. Interneti është një hapësirë ku karakteri ynë testohet. Është e lehtë të jesh i mirë kur të gjithë po të shohin. Është më e vështirë të jesh i drejtë kur mendon se askush nuk po të gjykon, por Zoti sheh zemrën. Në fund, heshtja dhe përgjegjësia online lidhen shumë me njëra tjetrën. Nëse mësojmë të heshtim përpara se të flasim, do të gabojmë më pak. Nëse mësojmë të lutemi përpara se të postojmë, do të jemi më të matur. Nëse mësojmë të mendojmë përpara se të reagojmë, do të jemi më të krishterë edhe në botën digjitale. Sepse thirrja jonë nuk është vetëm të jemi përdorues të teknologjisë, por të jemi dritë brenda saj. Të dashur të rinj, teknologjia do të vazhdojë të përparojë. Pajisjet do të bëhen më të shpejta, rrjetet më të fuqishme, bota digjitale më tërheqëse. Por zemra e njeriut mbetet e njëjtë. Ajo ka nevojë për dashuri, për kuptim, për lidhje të vërtetë, për Zotin. Familja do të mbetet gjithmonë vendi ku mësojmë të duam realisht, jo virtualisht. Kisha do të mbetet gjithmonë vendi ku gjejmë paqe, falje dhe drejtim. Teknologjia është mjet. Ajo mund të ndërtojë ose të shkatërrojë, të afrojë ose të largojë, por vendimi është në duart tona. Le të mos lejojmë që ekrani të zërë vendin e lutjes. Le të mos lejojmë që lajku të zëvendësojë përqafimin. Le të mos lejojmë që zhurma digjitale të mbyt zërin e ndërgjegjes son. Pyetja që duhet i bëjmë vetes son është e thjeshtë. Kush është në qendër të jetës sime? Nëse në qendër është Krishti, atëherë familja do të forcohet. Zgjedhjet tona do të pastrohen dhe teknologjia do të marrë vendin e saj të duhur. Le të zgjedhim ekuilibrin, le të zgjedhim përgjegjësinë, le të zgjedhim heshtjen që na afron me Zotin, le të zgjedhim dashurinë reale mbi lidhjen virtuale.
sepse ne nuk jemi thirrur të jemi sklever të ekranit, por dhe bija të dritës. Të dashur të rinj, do të thoja se teknologjia nuk është as ëngjël as demon. Ajo është mjet. Por mënyra si e përdorim ka sjellë si probleme, ashtu dhe shumë të mira në jetën tonë. Çfarë problemesh na ka sjellë? Së pari, varësinë. Shumë të rinj e kanë të vështirë të qëndrojnë pa telefon, pa rrjete sociale, pa lojra online. Kjo krijon shpërqendrim, humbje kohe dhe vështirësi në përqendrim në mësime apo në lutje. Së dyti, krahasimin e vazhdueshëm. Në rrjetet sociale shohim vetëm anën më të bukur të jetës së të tjerëve. Kjo mund të krijojë ndjenjë pamjaftueshmërie, ulje të vetvlerësimit, madje edhe ankthit e trishtim. Së treti, dobësimin e marrëdhënieve reale. Kur komunikimi bëhet përmes ekranit, humbet thellësia e bisedës, kontakti me sy, ndjeshmëria. Familja mund të jetë në të njëjtin dhomë, por emocionalisht larg. Së katërti, shpërndarjen e urrëties dhe bullizimit online. Fjalët në internet mund të lëndojnë shumë. Shpesh, pas ekranit, njerëzit thonë gjëra që nuk do t'i thoshin kurrë ballë për ballë. Së pesti, humbjen e kohës. Orë të tëra kalojnë pa kuptuar dhe koha është dhuratë nga Zoti. Kur përdoret pa mas, teknologjia na vjedh kohën që mund të kalonim me familjen, me miqt, me librin dhe me kishën. Jo varke mjere shpirti tim, e ture vrare dërmuar, drejt limanit të përshpëtim. Por çfarë të mirash na ka sjellë? Së pari, akses në dije. Sot njeri mund të mësoj gjuhë të huaja, të ndjek kurse online, të lexoj libra elektronik, të informohet për çdo fushë. Së dyti, komunikim të shpejtë. Mund të flasim me të afërmit që jetojnë larg, të ruajmë miqësi dhe lidhje që dikur do të ishin shumë të vështira. Së treti, mundësi për zhvillim talenti, muzikë, art, fotografi, programim. Teknologjia i jep të rinjve hapësirë për të shprehur dhuntitë e tyre. Së katërti, mundësi për përhapjen e së mirës, mesazhe shprehëse, mësime shpirtërore, transmetime të liturgjisë, citime nga Ungjilli. E gjithë kjo arrin tek mijëra njerëz në sekonda. Së pesti, organizim dhe ndihmë praktike në jetën e përditshme, aplikacione për planifikim, për mësim, për lexim shpirtëror. Pra, teknologjia mund të jetë bekim ose barë, varet nga qëllimi dhe masa. Nëse e përdorim me mençuri, ajo bëhet ndihmë. Nëse e lejojmë të na kontrollojë, bëhet problem. Mesazhi për ne si të rinj është i qartë. Mos e lër teknologjinë të përdor ty. Përdore ti atë me përgjegjësi, me mas edhe me ndërgjegjje të pastër. Të dashur dëgjues, duam të ndajmë me ju një njoftim për të gjithë të rinjt. Ju ftojmë të bashkoheni në aktivitetet tona javore te Katedralja Ortodokse Gjallë e Krishtit në Tiranë. Ditën e hënë, në orën 18, kemi studimin biblik. Një orë për të mësuar, diskutuar dhe reflektuar mbi shkrimin e shenjtë. Një hap drejt thellimit të besimit ton. Ditën e enjte, në orën 18, kemi ftesë me temë shpirtërore. Ku çdo të enjte, kemi të ftuar special që flasin për përvoja personale dhe çështje shpirtërore. Dhe ditën e diel, ashtu sikurse është bërë tradit, pas liturgjisë hyjnore, takohemi në sallën e rinisë për biseda, aktivitete që ndërtojnë lidhje shpirtërore dhe misi të reja. Të gjithë të rinj janë të mirëpritur. Mos e humbisni mundësinë për të rritur besimin dhe për të njohur miq të rinj. Jani o miqtemi në limanin e Zotit tim. Faleminderit që ishit sot me ne, bashkë mirupafshim. Me shpresë të vërtet për shpëtim, madje nga paqe dhe qetësi, me shpresë të vërtet për shpëtim.